edhe na si deputet, po sidomos Partia Lëvizjes Vetëvendosje, edhe deputeti Albin Kurti, edhe njerë është duke përshfaq një arogancë të cilin gjithmonë e ka pas, është duke përshfaq një tendencë për me dominu mbi të tjerët, për me vendos diktat mbi të tjerët. Edhe tash 20 vite ne kemi qenë shumë të durueshëm ndaj sjelljeve dhe dhunës politike të cilën ky njeri ka udhëheq. Tash tutje Kosova nuk mund ta tolerojmë më, edhe unë besoj që zgjidhja për këtë ngërç është e ai. Është mirë që ju kanë nështruar një kurs intenziv për demokraci, edhe tash ka me kuptu se sa rëndësishëm është dialogu, se sa rëndësishëm është kompromisi, sepse kushtetuta tash nuk ka numra për me ba. Edhe kushtetuta e Kosovës, ligjet e Kosovës, në epicendër të saj e kanë dialogun, e kanë konsenzusin, nuk e kanë arrogancën. Edhe atë ditë që heq dorë për arrogancën, atë ditë edhe mund të zhbllokohet situata. Partia Demokratike e Kosovës që nga fillimi ka qenë partia e cila asnjëherë nuk e ka bllokuar këtë proces, gjithmonë ka ofruar zgjidhje, gjithmonë ka ofruar alternativa, edhe sot jemi në gjendje me ofru alternativa për me tejkalu këtë ngërç. Por insistimi në një emër është insistim në bllokim të institucioneve, është insistim për me kap institucionet, edhe është insistim me majt peng institucionet e Republikës e Kosovës. Qytetarët e Kosovës duhet ta kuptojnë këtë, sepse deputeti Kurti është duke i dënuar edhe votuesit e vet. Në një formë është duke i thënë ja çfarë ju ndodh juve kur ju nuk ma japni votën, kur ju nuk me votoni aq sa ai dëshiron. Edhe unë mendoj që kësaj marrëzisë duhet mi ardhë fundi, sepse edhe për neve si deputet, edhe për familjen tam, për rrethin tam, është shumë turpëruese me ardhë këto me nejt 2 minuta dhe me dalë, sepse të gjithë jemi zgjedh me një agjendë, të gjithë jemi zgjedh për të kontribuar për vendin dhe për shtetin tonë, edhe kjo çfarë po ndodh është për një marrëzi.